Kam një fëmijë dhe jam duke pritur, unë kam një fëmijë dhe një jam duke e pritur, mashallah. Mirë po gruaja po më thot nuk du më pas këtij fëmijë tjetër, sepse është trupi im dhe unë vendos për trupin tim. Jo, ju jeni të dy bashkë. Trupin tatë e kishe derisa si e martu. U martove, tani është trupi jot dhe trupi burrit. Është njësoj se kur thot ty burrit gjatë, si është puna, nuk do të bëjmë më marrëdhënie seksuale. Pse? Se harxoj energji, është trupi im. Çfarë do të thosh ti burrit, nëse burri do të thotë të ty gjatë, ky është trupi im, nuk do të harxoj më energji. Filla agjëroj gru, Zoti ta lehtësoft. Agjëro ditë natë, se në këtë rast i bjerë me agjëru ditë natë. Jo, po është haku im, edhe këtu është haku jot, edhe haku i burrit. Kjo punë nuk zgjidhet kështu, po zgjidhet normalisht me mirë kuptim. Nëse gruaja është e smur, është e lodhur, ka shqetësime, ka probleme, burri do të marrë në konsiderat. Lindjet e shpeshta e lodhin gruan, është e vërtet. Bëhet një pritje 2 vjet, çfarë problemi ka? Se u prit 2 vjet. Pse s'është kush më bë fëmijë vit për vit o burr? Pritet i vit, pritet 2 vjet, pritet edhe 3 vjet ndonjëherë, s'ka problem. Çfarë problemi ka? A mos që thot gruaja, jo, kaq, edhe unë s'du më, se di vetë se çfarë bëj, thot burri dakord. Bismillahirrahmanirrahim. Do zbatoj, thot ajetin numër 2 të surës An-Nisa. E filla pastaj qa me lot. Si e mori dytën? E mori pra se ti thu s'bëj më, kam trupin tim. Edhe ai thotë unë kam trupin tim. S'ndahet kjo punë, unë kam trupin tim, ti ke trupin tat. Kjo punë ndahet, jemi martu, burrë e gru. Kjo punë ka edhe efekte anësore. Për efekteve anësore të kësaj punë është me sjell 10 fëmijë. Kështu që nuk mund të thoshte ja kaq. S'ka, se ekziston kjo lloj gjuhe në jetën bashkëtorë. Përveç se nëse ka arsye, po merret konsiderat.